Nxjerrim nga qesja. Shikohet që peshku ka rrit ngjyrën. Po, patjetër. Nxjerrim me kujdes. Shihen e ka marrë nga Atëherë, që i kemi hedhur. Presim. Gjalpi. Do presim Tani? një pjesë të filetos edhe do fillojmë me montimin e pjatës. Atëherë do fillojmë me kojnoan, të cilën marrim një rreth. Tash kjo ka të bëjë me fantazinë apo jo? Apo për shembull unë do vi edhe e shijoj këtë pjatë dhe kur vi në një herë tjetër të dytë e dua po të njëjtën pjatë. Po njëjta pjatë del gjithmonë. Këto janë detaj që në të cilat ne respektojmë gjithmonë. Po. Kjo është një pure mangove. Pure mango. Pure mangove, cila shkon edhe me peshkun, edhe me Po kujnoa. patjetër që shkon. Kjo është një mushlin, e cila përgatitet me salcën hollandeze, me vezë, peshku, edhe taragon. Po. Dhe më thënë kanë shije delikate dhe shije shumë të veçanta. Ndërthurje shijesh edhe kombinim shumë i mirë. Tjetër? Atëherë marrim peshku. Një prasta pjatë delikate. Por që ka shije të ndryshme, edhe shumë të rafinuara. Ndërkohë që në ndezim e kemi të ngrohtë, Po. salsën. Në dhe gjete, do të thënë, gjithë përbërëse që edhim në pjatë janë të ngrënshme. Patjetër, po. Këto të cilat janë gjethe mix, të cilat janë valeriana, gjethe panxari, bërzeloku freskët. Kjo është chips me ostrike. Me ostrike, po. Me ostrike edhe oriz, të cilin e përdorim për dekor të pjatat e peshku. Po të e përgatisin vetë? E përgatisin vetë. Bravo, shumë mirë. Atëherë. Shumë interesante. Do të thënë janë përbërës që i përshtaten edhe peshkut. Okej. Atëherë ky është një vaj aromatik. Po. I cili ka spinaq, ka bërzyllokun, rozmarin. Po. Këto e përgatisin dhe e bani juve kur ju duhet në pjata të ndryshme. Shumë interesant. Këtu shok edhe këto. Ky është janë vezë peshku. Aviar. Po, vezë peshku. Ky është salmon balik, ose siç e themi salmon me vergjith, i egër. Po. I shtojmë një luk sipër filetës peshkut. Kështu që pjata, ja, këto janë shijet e rafinuara. Është një pjatë që e konsumon edhe madje ndjen veten shumë mirë. Ulim pak zjarë. Ky është oyster sauce. Çfarë është? Oyster sauce. Oyster, po. E hedhim dhe këta. Po këto salcat ju mirë, mango në këto i përgatisni, këto të tjera ti i përgatisni. Gjitha salcat i përgatisin vetë. I shtojmë edhe ca gjethe dekorative. Edhe këto gjethet kanë ato, si të thuash marifetin e tyre se duhet ti mbledhësh, ti gjeshë, ku janë. Këto janë detajt që bëjnë diferencën dhe pjatat tona. Po. Ja dhe një lule. Atëherë në mbetet vetëm t'i shtojmë salsën. Po, ta shohim dhe salsën, si do ta bëjmë.
Kjo është salsa mushlim. Do të që t'ja të mshien e peshkut, se kemi marrë buljonin. Cilën do e kalojmë në mikser. Dhe këtu do të bëjmë atë shkumën të ta. Shkumën e detit. Po. Dhe kjo ka shijen e vetë, pasi është bërë dhe nga buljoni i peshkut. Ja pra. Kjo është pjata që na përgatiti Beni. Besoj ka që? Po. Kjo është nga pjatat tona të restorant. Është një pjatë që kur të vini këtu në restorantin Milenum, restorantin Gourmet Milenum, do ta gjeni këtë pjatë të mrekullueshme me fileton e peshkut të bërë në vakum edhe në rone. Do me thënë që i ruan gjithë vlerat. Është një pjatë tepër ushqyese. Beni, faleminderit. Faleminderit juve. Këtu në këtë restorant Gourmet janë një grup djemsh të cilët punojnë kështu ashtu sikur se dhe Beni. Këtu tani unë jam me Onin. Përshëndetje, unë jam Oni. Do prezantoj pjatën e radhës, e cila është një gjokë pate me një pure patate të ëmbël, me reçel fruta pylli të egra dhe me asparak. Me asparak. Po, shumë mirë. Fillojmë me procedurën e përgatitjes pjatës. Fillojmë me patën. I bëjmë një prerje në mënyrë që të marrë temperaturë dhe të brendshme. Po, sepse ka dhe yndyrë pata. Po. Ka yndyrë të tepër. Ndaj dhe bëjmë këto përzierje ndoshta edhe me frutat e pyllit edhe me që janë të egra. Patës do i bëjmë një pjekje jo shumë të fortë, pasi pata duhet ditur që duhet ngrënë në një pjekje të mesme dhe jo të pjekur shumë fort, siç kemi mësuar në shumë restorante që të vendit tonë që janë të pjekur fort dhe pasi humbit dhe vlerat ushqimore dhe shijave të patës. Do me thënë do ta shohim të kuqe patën? Të kuqe, po. Ashtu, a? Po. Atëherë kemi bërë gati tiganin, shtojmë gjalp. Bëjmë marinimin e patës, gjokësit patës, me krip. Piper. Gjalpin do ta lëmë të marrë temperaturë të lartë, për arsye që t'japi një pjekje të fortë, të menjëhershme nga jashtë, që të marrë dhe një ngjyrë të bukur në estetik në vendosjen e pjatës. Presim disa çaste sa temperatura të arri. Shohim që gjalpi ka arritur temperaturën e dur për pjekjen e patës. Ndërkohë ne kemi bërë përgatitjen e pures patate të ëmbël, e cila patatja është në formë të tillë, e gjenden në tregje shqiptare shumë kollaj. E kemi përgatitur në termomixer, në pajisjen tonë që e kemi të veçantë dhe nuk duhet të mungojë çdo restoranti Gourmet. E cila është e përgatitur, përbërësit e saj janë patate ëmbël, gjalp dhe krip. Do të thënë në këtë lloj pure s'kemi ne qumës e kështu, a? Jo. Vetëm gjalp. Okej. Presim disa çaste sa gjokësi i patës të marrë një faqe. Do marrë një ngjyrë të saj. I kthejmë nga krau tjetër të marrë të njëjtë faqe si poshtë. Ndërkohë bëjmë gati reçelin e frutave të pyllit dhe puren e patates të ëmbël. Këtu çfarë kemi këtu? Këtu është reçeli i frutave të pyllit. Është salca e cila është përgatitur përpara.
Me këtë temë punon Oni? Gjithmonë? Po, kjo është mënyra ime e cila gatuaj për të tilla pjata. Shumë bukur, bravo. Shumë mirë. Atëherë largojmë tiganin. Domethënë që se ndonjëherë themi që pata është ka të muskulit të fortë, një vrapër kollaj e kështu. Kjo është forma më e mirë për të. Mirë, shumë mirë. Tash i marrim, përgatisim puren e ngrojmë, gjithmonë me temperaturë të ulët për arsye që mos na gjiti, mos na digjet. Po, patjetër. Patjetër. Pasi e kemi bërë pak më përpara. Po. Edhe për efekt të kohës. Se në pami ta duke sigur kemi bërë një pure karrote, ha? Jo, nuk është karrote, është patate të ëmbël. Sigurisht. Është patate e ëmbël. Tek reçeli i frutave të pyllit shtojmë dhe qershi të egra, të cilat vijnë nga zona e veriut të vendit. Puren e kemi gati, reçelin e kemi gati. Do japim një skuqe të lehtë dhe asparagut, cila është një garniturë e preferuar. Po. Bëjmë një preje pasi e dim që bishi shumë i fortë dhe nuk hahet. Me gjatë, vetëm me gjatë. Vetëm me gjatë. Shumë mirë. Oni sa vit ke që punon? Unë kam rreth 6 vjet që merr me kuzhinë. Është më shumë pasion se sa një drejtim nga shkolla. Unë kam përfunduar shkollën për diçka tjetër dhe kam përfunduar. Po. Për çfarë ke marruar? Për telekomunikacion, është një degë telefonisë. Po. Dhe pasioni më shtyu drejt kuzhinës. Mirë, shumë. Bukur. Ai pasion na ka shtyr të gjithëve. Se dhe unë kaq vite në arsim dhe tani jam kthyer në kuzhinë. Pasi e dashuroja të thuash gatimin. Shumë bukur. Atëherë vazhdojmë me skuqjen e asparagut. Bëjmë një skuqje të lehtë pasi asparagu është shumë i butë në vetvete dhe mjafton nuk ka kënd. Po. Bukur. Ja dhe një pjatë. Atëherë gjithë ingredientët i kemi gati, vazhdojmë me montimin e pjatës. Po. I majmë pranë to? Po. Mos të pengojnë to? Jo. Kujdes me si qesh. Atëherë bëjmë një prerje patës, çofim dhe pjekën e cila është ashtu siç duhet. I shkojmë dhe në brendësitë saj që ngjyra është ashtu siç duhet, si doni neve. Atëherë vazhdojmë me montimin e pjatës. Kemi vendosur puren e patates të ëmbël. Po, ja të një bëjmë. Tjetër? Vendosim gjosin e patës. Po. Vendosim asparag. Kjo është një pjatë për një person, ha? Po. Dhe reçelin. Po, e kemi këtu. Po. Faleminderit. Atëherë vazhdojmë me gjethet, me dekorin e pjatës. Po. Vendosim gjethen e panxarit. Po. Ja gjethet e panxarit që ne i marrim zakonisht panxarin dhe gjethet i jetën. Mund të përdojmë në salata ose në dekore e pjatës që janë të ngrënshme. Kjo çfarë është? Kjo është borzilok i freskët. Po. Vendosim dhe pak vaj aromatik. Po. Në një pjatë mrekullueshme. Pjata jonë është gati. Pjata është gati, po. Shumë mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Oni, shumë faleminderit. Do të kalojmë në një pjatë tjetër shumë shpejt. Pasi do marrë pjesë edhe një nga djemt që punon këtu në restorantin gourmet. Faleminderit, Oni. Faleminderit. Pra si që ndoqim edhe pjatën e dytë nga Oni, një pjatë tepër e
e këndshme. Por e gjithë kjo punë bëhet në drejtimin e shefit të kuzhinës Juli Zguros, i cili i mban shumë pranë këta djem edhe i jep si thuaç eksperiencën e vet. Ne falenderojmë shumë që na pranojnë atë parë në këtë restorant gourmet. Madje unë falenderoj tepër edhe për këtë eksperiencë që i jep djemve që janë këtu në kuzhinë. Tani do të punojmë me Donato. Përshëndetje, më quhen Donato, punoj në restorantin gourmet Millennium. Jam këtu për të paraqitur disa nga llojet nga ëmbëlsirat e restorantit tonë. Po, që janë në restorantit tuaj. Po, do bëj Edhe pjata do të quhet një trisë ëmbëlsira, ëmbëlsira të ndryshme. Do bëjmë një kombinim ngjyrash dhe shijeve të ndryshme. Shumë bukur. Domethënë, mund të vazhdojmë gati kemi disa krema të ndryshme që i përgatisim vetë. Çdo gjë këtu e përgatisim vetë, nuk marrim asnjë gjë të gatshme. Po, këto ëmbëlsirën e bëni juve gjithmonë? Gjithmonë ëmbëlsirën e përgatisim me bashkëpunime me disa, sepse janë delikume disa gjëra. Ëmbëlsirat janë shumë delikume. Edhe në drejtimin e Julit me siguri. Normal, me mbështetjen e shef Julit edhe shumë guzhinierëve të tjerë, me mbështetjen e atij arrim shumë gjëra në restorantin gourmet. Unë ju përgëzoj. Faleminderit. Fillojmë nga puna? Do fillojmë me... Edhe shikojmë se çfarë kemi përpara. Okej. Donato? Kemi përpara cheesecake, i cili kam bërë gati. Pasi në bëtë vosh fare. Okej, kemi edhe makaronca, është një ëmbëlsirë franceze. Vetë bëni? Po, është procedur pak e vështirë, por që arrim shumë mirë. Qartë. Është mbushur me çokoladë dhe përgatitur me fruta pylli. Kemi disa nga kremrat çokoladë zezë, çokoladë bardhë dhe krem çokoladë, krem jeshil. Krem jeshil. Po. Edhe kemi edhe pure të ndryshme. Po kur themi krem jeshil, çfarë ka në përbërje kjo? Shije çaj jeshil. Çaj jeshil, po, bukur. Dhe vazhdojmë me pjatë. Shohim atje kemi disa nga frutat ekzotike. Fisalis, lyrështrydhe dhe dragon fruit. Është një frut shumë i veçantë dhe me shije të ndryshme. Tu kemi profiterole që do... Profiteroli që kemi përgatitur. Do ndalojmë pak te profiteroli. Një sekond vetëm, Donato, për të ditur se çfarë përbërje ka profiteroli. Është një brum i cili është i kaluar në tenxhere, madje ana teknike e saj është që do t'i vetë me ngadal, nuk do të marrë sugje të thellë dhe derisa të rrotullohet rreth lugës dhe të shkëputet nga luga. Pa është një brum i pjekur, brum shu, ndryshe që e njohim. Si që bëjmë pasta shut, apo bëjmë tollumbat, apo një brum i tillë. Mirë. Çdo t'i bëjmë atyre profiterolë? Profiterolë dhe mushim me çokoladë të zezë. Po. Atëherë. Krem lyrështrydhe, pure. Këto i bëni vazhdimisht juve? Po. Edhe i keni? Vendosim profiterolin, e mbushim me krem çokoladë. Cheesecake. Cheesecake-un. Edhe cheesecake-un është një ëmbëlsirë e njohur, me biskotë keni bërë në fund? Po, biskot, brum biskotë. Po. Do shoqërohet me reçel fruta pylli. Të presim dragon fruit, i marrim disa format të tij. Të lutem me ndihmoni me një thik. Ka dhe farat ajo karakteristike. Po, i bëjnë disa forma që përdoren shpesh në restorantin tonë. Shumë e veçantë. Mira pra dhe pak nga fruta ekzotike. Pak mijat bajamesh. Po. Mbi të do vendosim dhe akullorën, kokosi, e kemi shumë veçantë. Ajo delikatesa dhe finesa në këtë restorant gourmet. Tjetër, çfarë do bëjmë? Do vendosim lyrështrydhet. Makaroncën do ta vendosim? Po, patjetër. Patjetër. Gjithmonë në fund. Edhe një biskot, pasi janë të gjitha të buta, edhe duhet një
një variacion, si thua në... Duhet ta thyrë dhe pak atë shija në cilën, po. Vendosem pak çokoladë për të vendosur makaroncin. Po. Me qënë se dhe përbërje e saj është me çokoladë, bukur. Edhe do i edhim pak krem karamel si për profiterorin, për të ndryshuar pak atë shijen. Karamelin e përgatisim vetë, po, e bëjmë shumë kokosi, shumë veçantë. Po. Edhe te gjithmonë e përdorim shumë edhe ka një shije shumë veçantë në kuzhinë për me. Pra kemi disa shije, Kemi disa shije, kombinimi i cili i shkon është shumë i mirë. Mendoj se është mjaftueshëm për një person ose dy. Mund të jetë edhe mesore edhe personale. Shije që kjo pjatë mba shumë shije dhe cilat nuk të vele, me kuptimin që është shumë i mirë dhe shumë e lehtë. Do të thonë që pasi konsumove shumë gjëra, ke një pjatë cila që nuk ta kënaqësh deri në fund klientin. Ashtu është, mirë. Shtojmë edhe një fisale. Kemi edhe akulloren kokosit, që dhe shtojmë tani. Te akullore kemi shumë veçantë dhe shumë e mirë. Po të gjitha i keni shumë të mira juve këtu, të mrekullueshme. Japim një formë. Japim një akullore, të cilën ju e përgatisni vetë? Po, patjetër. Kemi pajisjet tona pak ogjet, Po. Cile në shërben shumë për shumë gjëra, dhe përgatisim çdo gjë vetë. Shumë bukur. Tjetër, kemi gjë tjetër? Po, përdisht, edhe diçka tjetër. Sigurisht nuk do të mundoj dhe pak lule. Pak mente. Menta. Po. Një dhe menta që jep një aromë shumë të mirë. Pra është një kombinim shumë i mirë një të gjithë përbërësve që kemi këtu. Dhe shtojmë dhe pak plur. Çfarë pluri është? Plur e makaronci është. Po. Me shije e çajit jeshil. Po. Siç kemi kremi aty, kemi bërë dhe pak plur. Pjata jonë është gati. Një pjatë mrekullueshme. Të lumshën duart. Faleminderit. Dhe gjithashtu do të falenderojmë edhe mund të tresim Benin, Onin, një djemë të mrekullueshëm, të cilët punuan me pjatat e tyre gurme. Edhe pjatat të veçanta. Unë ju falenderoj, por do të falenderoj kryesisht dhe shefin tuaj, Julis Guron, i cili merret shumë me ju. Është kështu apo jo? Po dhe ju e ndihmoni atë. Ju falenderojmë shumë. Gjithashtu ju falenderojmë dhe juve që na ndoqët me këto pjata gurme këtu në restorantin Millennium dhe ne do të shihemi përsëri nesër së bashku me pjata të tjera. Faleminderit.